Para se të flasim për antarin më të ri të Partisë Guxha, dua t'ja u rikujtoj rastin e 16 vjeçares nga Drenasi. Këtë po e them qëllimisht pasi antari më i ri i Guxhas ishte gagja i përfolur gjatë procesit gjyqësor për rastin e fjalë. Madje nga gjykata themelore në Prishtinë ai u dënua me 2 vite burgim për kryerjen e veprës penale keqpërdorimi duke përdorur pozitën, autoritetin apo profesionin. Në vitin 2016, një vajzë e mitur kishte denoncuar në polici mësuesin e saj me inicialet SHG, të akuzuar për shfrytëzim. Me të shkuar në stacionin e policisë me rastin e saj u marrë një polec, i cili u akuzua më pas se ka kryer një vepër të tmerrshme. Hetimi kundër profesorit u drejtua nga rreshteri Vesel Veseli, i cili e mori në pyetje viktimën duke dëgjuar prej saj të gjithë incidentin. Hetuesi e fotografoi të mirën gjoja për qëllime hetimore. Pas kësaj, ai e shantazhoi atë dhe dënoi të kryente marrëdhënie seksuale me të. Madje e detyroi të kryente edhe abort. Rastin e bëri publik Gazmet Halilaj, duke dashur të bëhet hero, u kthye në njërin nga të dyshuarit kryesor. Prokurori kishte siguruar audio-incizime dhe screenshots për të vërtetuar se Halilaj ka kryer veprën për cilën ai akuzoi. Pra, në dosje kishte foto, video e fjalë. Sipas këtij institucioni, ai ishte avokati i njërit nga të akuzuarit. Në dosje thuaj se i pandehur Gazmet Halilaj duke shfrytzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, ka keqpërdorur dhe të i kaluar kompetencat e tij në atë mënyrë që duke përfituar nga ai rast, ajo i është afruar aq shumë me të dëmtuarën pra vajzën e mirë, sa edhe që vetë pastaj ka filluar ta atë dhe të manipuloj me të duke e shtyrë që ajo t'i denoncoj personat e tjerë për keqpërdorим seksual. Në dosjen e prokurorisë thuaj se i pandehuri Gazmet Halilaj dyshohet se ka penguar zhvillimin e hetimeve të prokurorisë ndaj zyrtarit policor, madje sipas dosjes, ai kohë pas kohe ka detyruar vajzën që nga telefoni i familjes së saj të shkruajë mediumeve të ndryshme në vend për t'u thënë që nëse publikohen prova të nxjerra nga telefoni i saj, ajo do të madje kishte shtyrë atë që avokatin ta paraqes edhe si hero. Aty shpjegon momente ku e dëmtuara kishte hequr dorë nga ndjekja penale për profesorin, por kohë më pas vajza kishte denoncuar sërish rastin. Të akuzuarit ishin dënuar, ndërkaq apeli pra shkalla e dytë i kishte liruar që të gjithë. Por ndodhi si ndodhi, Halilaj u antarësua në Guxha. Atë e pritën krah hapur Peci e Gërvalla. Madje i thorin edhe lavde atij, por a meriton të lavdrohet të jetë pjesë në një partie shqiptare dikush që publikisht ish krerët e UÇK-s që tani gjenden në Hag i kishte etiketuar si ndërmarrje për bashkët kriminale. Më saktësisht ai kishte thënë: tentativa për me e bind popullin e shkret se këta janë duke u gjykuar për neve që dënohen këta, dënohet lufta, duhet me u shpall gënjeshtra shekullet, këta kanë vepruar si ndërmarrje e për bashkët kriminale. Pra dikush që UÇK-n e ka quajtur organizat kriminale, Peci Gërvalla e quajtën patriot, idealist e njeri i mirë i vendit.